ata që e mbështesin doktor Berishën janë militantët më të thekur të tij dhe janë militantët të cilët e duan doktorin. Por realiteti është komplet ndryshe. Elektorati demokrat, flasim elektorati gri, jo vetëm që e shikoj një situatë absurde dhe qesharake këtë që po ndodh nga vetë kryetari i saj, por e shikojnë edhe si një shpresë të shuar. Çfarë do ta them me këtë? Që kur shpërndaj flet paloset e Partisë Demokratike dhe kur takoj demokratët për ditë, thonë, hamër si nuk hiku ai doktori që të fitojmë. Ose fraza më e thjeshtë çdo njeriu në Shqipëri sot është doktori pari Rama në pushtet. Po mos jetë doktori Rama bie që nesër. Pashtemi njerëzit edhe demokratët edhe elektorati e shikojnë doktorin si një pengesë për rënien e Ramës nga pushteti. Pra nuk e shikojnë si një shpresë që ky të rrëzojë Ramën, por e shikojnë si një çengel ku Rama po mbahet akoma në pushtet.